Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin. Në fakt po më vinë shumë letra nga zonja, nga zotrinj, nga Zvërneci, të cilët janë të shqetësuar, të cilët janë të tronditur, të cilët janë të kërcënuar, të mos të flasin, domethënë shkruajnë me një frikë të madhe për pronën e tyre, për identitetin e tyre që në fakt po u preket, po u preket. Në këtë letër që unë dua të ndaj, më ka shkruar një zonjë, më ka kërkuar pafund që ta ndaj, unë do ta ndaj. Ka një trishtim, ka një dhimbje të papar, ajo proteston në një formë krejtësisht ndryshe. Ajo shkruan kështu: të dashur shqiptar. Po ju shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemrën që më dhëmb. Nuk jam as politikane, nuk jam njëri i pushtetit, nuk jam as e famshme. Jam vetëm një grua e thjesht nga zonat e Zvërnecit, një nën që ka lindur dhe rritur fëmijët pranë lagunës, aty ku brezat të tërë kanë jetuar me djersën e tyre. Sot po ju shkruaj sepse kam frikë dhe realisht dua të marr dhe komente të juaj. Nuk e di pse është krijuar kjo frikë tek shqiptarët në Shqipëri dhe pse e kanë kaq frikë të ngrenë zërin e tyre për një pronë të vetët. A kaq është i madh kërcënimi atje, a në këtë formë është ngritur e tëra kjo gjë atje që njerëzit të kenë frikën edhe të kërkojnë gjën e tyre dhe kjo është e patolerueshme. Kjo është e patolerueshme. Duhet atëherë të ngrem zërin të gjithë dhe t'i shpëtojmë këta shqiptarë. Kam frikë se një ditë do të zgjohem dhe nuk do të kem më as tokën ku kam hedhur hapat e parë, as vendin ku prehen kujtimet e prindërve të mi. Na kanë thënë për vite me radhë se zhvillimi po vjen. Na kanë thënë se gjithçka bëhet për të mirën tonë. Na kanë premtuar vende pune, mirëqenie dhe të ardhme. Por sa herë dëgjojmë premtime, shohim vetëm gardhe që shtohen, tela me gjëmba që ngrihen dhe toka që po largohen nga duart tona. Unë mbaj mend Zvërnecin ndryshe. Mbaj mend fëmijët që vraponin të lirë pranë detit. Mbaj mend burrat që dilnin herët në mëngjes për punë. Mbaj mend gratë që mblidheshin në obore dhe flisnin për hallet e jetës. Sot njerëzit flasin me zë të ulët. Kanë frikë. Kanë frikë se mos quhen pengesë. Kanë frikë se mos u mbasin atë pak që u ka mbetur. Ditën kur dolëm të protestonim, nuk dolëm për politikën dhe ditën e sotme. Dolëm sepse donim të dëgjohej zëri ynë. Dolëm edhe sot sepse askush nuk po na dëgjonte. Nuk kishim armë. Nuk kishim pushtet. Kishim vetëm fjalët tona. Por edhe ato fjalët tona dukeshin të tepërta për disa njerëz. Atë ditë pash gra që qanin, pash burrat moshuar që dridheshin nga zemërimi, pash të rinj që kërkonin vetëm një përgjigje. Dhe mbi të gjitha pash frikën. Frikën që po hynte në çdo shtëpi. Më dhëmb kur dëgjoj politikanë që flasin në televizion dhe thonë se gjithçka është në rregull. Më dhëmb sepse unë jetoj këtu. Unë e shoh çdo ditë realitetin. Unë i shoh njerëzit që nuk flen gjithë natën. I shoh nënat që pyesin veten se çfarë do t'ju lënë fëmijëve. I shoh pleqtë që shikojnë tokën e tyre sikur po japin lamtumirën. A e dini çfarë është më e tmerrshmja? Nuk është humbja e pronës. Nuk është humbja e parave. Më e tmerrshmja është ndjenja se askush nuk të dëgjon. Të bërtasësh dhe të mos të dëgjoj askush, të qash dhe të mos shohësh
askënd, të kërkosh drejtësi dhe të mos të marrësh përgjigje. Netëve nuk flet dot. Dëgjoj zhurmën e erës dhe më duket sikur dëgjoj zërat e paraardhësve tan. Ata që punuan këtë tokë, ata që jetuan këtu, ata që na lanë amanet të mos ta braktisim këtë tokë. Çfarë do t'ju themi nesër fëmijëve tan? Se nuk mund ta mbrojmë vendin ku u rita, se heshta kur duhej që të flisja, se u trëmba? Jo. Prandaj po shkruaj, prandaj po flas, sepse heshtja është ajo që na ka vrarë më shumë se çdo gjë tjetër. Shumë njerëz më kanë thënë të mos merrem, të mbyll derën dhe të shoh jetën time. Por si mund ta bëj këtë kur e di se nesër mund të jetë vonë? Si mund të hesht kur shoh lotët e fqinjëve të mi? Si mund të hesht kur shoh të moshuar që ndjehen të tradhëtuar? Nuk jam kundër askujt. Jam vetëm për të drejtën që njerëzit të dëgjohen, për të drejtën që askush të mos ndjehet i huaj në tokën e vet. Për të drejtën që fëmijët tanë të kenë një të ardhme këtu. Sot shumë njerëz largohen nga Shqipëria, jo sepse nuk e duan vendin, por sepse ndihen të pafuqishëm, ndihen sikur zëri i tyre nuk ka më vlerë. Dhe kjo është tragjedia më e madhe. Jo humbja e tokës, por humbja e shpresës. Unë ende dua të besoj. Dua të besoj se drejtësia ekziston. Dua të besoj se e vërteta ka ende forcë. Dua të besoj se dikush do ta dëgjojë këtë letër. Nëse një ditë fëmijët e mi e lexojnë këtë, dua vetëm një gjë. Nëna e tyre nuk heshti, nuk uli kokën, nuk pranoi që të harroj. Luftoi me fjalë, luftoi me zemër, luftoi për vendin ku ajo kishte lindur. Dhe nëse një ditë gjithçka humbet, të paktën do të mbetet kjo dëshmi. Dëshmia se në Zvërnec jetonin njerëz që e donin tokën e tyre, njerëz që nuk kërkonin privilegje, njerëz që kërkonin vetëm të drejtën për të jetuar me dinjitet. Po e mbyll këtë letër me lotët në sy, nuk e di se çfarë do sjellin nesërmja, por e di se dhimbja e një populli nuk mund të fshihet për gjithmonë. Dhe e vërteta sa do të vonoj, një ditë gjithmonë do të del në dritë. Me respekt dhe me zemër të plagosur, një grua nga Zvërneci. Me thënë kjo është e vërteta që po ndodh atje, dua të marr edhe mendimin tuaj, pyes edhe një herë për tensionin që po ushtrohet.